Në Brekac po zhvillohen punime tashe disa javë, të cilat lidhen me kabllot elektrike dhe intervenime të tjera në infrastrukturë. Mirë po këto punime që ende nuk kanë përfunduar, po shkaktojnë pakënaqësi te banorët e lagjës. Kryetari i Këshillit Lokal në Brekac, Sokol Balaj, shprehu shqetësimin e tij, duke thënë se mungesa e shënjezimeve të punimeve po rrezikon seriozisht sigurinë e qytetarëve, sidomos gjatë natës. Unë si kryetari i Këshillit Lokal në ardhmë më kanë ku banorët e lagjës, të shihet edhe qartë, punimet janë të kry, por jo në mënyrë që shtuhet. Marrim një shembull të afër, ja shikoni se është gropa, nuk ka as sheja, sinjal, diçka, edhe kjo është pa qetë rrezik, sidomos për këmbësorët. Bala theksoi se përveç shënjezimeve të pakta ka pasur raste kur janë dëmtuar ose larguar edhe ulëset publike si dhe disa shenja të komunikacionit të cilat ende nuk janë kthyer në vendin e tyre. Ulësen e aty afër hipermarketit të Dinarë nuk ekziston fare. Shenjat e komunikacionit i patë edhe vetë në rrugë. Një shenjë e komunikacionit ti që të vendoset në rrugë që aty unë nuk e shoh ato të arsyeshme. Bala i shtoi se para disa javësh një vajzë ishte lënduar pikërisht për shkak të mungesës së shënjezimit rreth punimeve, duke kërkuar që institucionet përgjegjëse të reagojnë sa më shpejt për të garantuar sigurinë e banorëve.